Shoqëria civile në Rogozhin ka protestuar para qendrës kulturore Haxhi Memolla. Qytetarët e Rogozhinës janë mbledhur në mbështetje të protestës mbarkombëtare që organizohet prej pothuajse një muaji në Tiranë. Rogozhinësit kanë shqetësimet e tyre, kryesisht me pushtetin vendor që i ka braktisur për problemet dhe hallet e tyre, madje ka edhe qytetarë që nuk kanë marrë akoma dëmshpërblimet për tërmetin e 5 viteve më parë. Ata kërkojnë ndërheqjen e kryeministrit. Socialistat e parë. Edhe protestoj herë për popullimit që i ka po kine. Për vjedhjet e blaja që e ka të apostën vetë. Për bashkinë e Rogozhinës, që është mush plot me patologjista. Shikosh bashki të gjithë drejtorët, vetë që të po i shtëpia, njerëzve Fugarinë, Halleqimet, u ka po shtëpia vetëm drejtorëve të bashkisë të Rogozhinës. Kanë dalë nga 5 milion lekë vetëm për votë. U ka vënë çdo derë. Ato në protestën e Tiranës, po edhe këtu në bashkinë nuk është punë si sot. Ne jemi zonë rurale dhe zonë rurale nuk kanë vënë dorë asnjë inventare. Bashkia ja ka futur gjumit edhe ne kalon me dorë. Po dhe qeveria po vetëm të shtesë këtë Shqipëri për ditë, as diçka s'ka bon, as pensionistët rrisin pensionet 2%. Po çfarë bëjmë me 2% këtu? Nga 100.000 lekë bëjmë 2.000 lekë. Çfarë bëjmë me 2.000 lekë? 2.000 lekë nuk pi kafe. Kurse Bragi Rama tash dorëheqje po mirë për me që i ka marrë dorën ty në funksion, edhe qeverin të hapin me funksion është mirë dhe më mendimin. Edhe unë nga septon, të vjetorë, në shpëtoj, shoki, shtresë vulnerable, pensionistë i 100.000 lekë muajnë, invalidë, personë maksimum kryesor, muajnë e 20.000 lekë. Familjet që janë përgjësi ekonomike muajnë asistencë. 26.000 lekë tjetër. Të bashkë bon 1.200.000 vetëm. Ta 1.200.000 vetëm që janë shtresë më vulnerable, votojnë ta pushtetarë që janë pushtet. Unë sot këtu duhet ishë gjithë pensionistë